Nuk ka portal, besoj që keni qelë mbrame dhe sot edhe që nuk ka pas të bëj me Golden Globes 2026. Ka pas shumë surpriza, po ka pas edhe rezultate kogja të pritshme. Për shembull, filmi One Battle After Another ka qenë shumë e pritshme që ka me marrë çmimin kryesor, ashtu edhe që ndodhi në kategorinë e filmit më të mirë komedi apo muzikor. Që nga premiera në shtator, kur filmi doli, ka marrë mbi 300 nominime në për shumë festivale edhe në për ceremoni të ndryshme, edhe me 3 çmimet e mbrëmshme ka marrë plot 185 çmime deri më sot. Filmi Hamnet u shpall filmi më i mirë në kategorinë dramë. Sa i përket aktrimit, Timothée Chalamet ashtu edhe që shprit e ka marrë çmimin e aktorit më të mirë në Marty Supreme, duke mposhtë edhe Leonardo DiCaprio, edhe nuk e la mundësinë për me përshëndetë edhe partnerin e tij Kylie Jenner përsëri. Jessie Buckley, Rose Byrne e Wagner Moura janë disa nga emrat që e morën çmimin e aktorëve më të mirë. Seriali The Pitt u shpall seriali më i mirë dram, ndërsa The Studio po ashtu mori çmim në serialin më të mirë në komedi. Adolescence, një prej serialeve më virale patjetër që e mori një çmim kryesor, e që u shpall mini seriali më i mirë në kategorinë e saj. Përndryshe edhe aktori i këtij seriali, djaloshi i famshëm Owen Cooper, mori çmimin e aktorit më të mirë në rol dytësor, duke hyrë në historinë e Golden Globes si aktori më i ri që merr këtë çmim në moshën vetëm 16 vjeçare. Për fund, kënga Golden e grupit të famshëm K-pop Demon Hunter u shpall edhe kënga më e mirë, ndërsa filmi po ashtu u shpall animacioni më i mirë. Po ashtu edhe prezantuesja e ceremonisë Nikki Glaser e bëri një performancë të kësaj kënge, por në versionin e saj.